Edhe pse jemi duke realizuar emisionin në Gjilan, pa tjetër që vjen edhe një story tjetër që ka të bëj pikërisht me portalin e RTV 21. Atje kemi kolegë që punojnë vazhdimisht edhe sot në kuadër të emisionit na tregojnë se cilat janë pikërisht lajmet më klikuara gjatë javës. Përshëndetje për gjithë shikuesit e emisionit Një kafe me lapin, përshëndetje dhe ju të nderuar lezues të portalit rtv21.tv. Portali 21 Media pothuajse punon gati 24 orë duke sjellë gjithherë të kju lajme të shpejta, të sakta, të përgatitura nga gazetarët tanë. 21 Media, ky portal e ka fatin më të mirë sepse pranë ka televizionin i cili me një mëri emisionesh që ka, gjithherë të kju e sjell ekskluzivitetin. Për emisionin Një kafe me lapin, për sot ju kemi sjellur më të reja, të cilat kanë qenë gjatë javës, si nga vendi, bota, nga fusha kulturës, lifestyle-it, showbizit e të tjera. Të shikojmë së bashku. Duhet të vlerësuar që këtë javë klikueshmërinë më të madhe e kemi pasur në këto lajme. Lajmi më i klikuar është Princi William, atësia më ka ndryshuar. Pastaj vjen lajmi për më sa hyn me fuqi në qeshor, ja cilat produkte lirohen nga tarifa doganore. Nga fusha e kulturës, këtë javë lajmi me i lezuar është Kadare i përkthyer në 45 gjuhë. Lajm ky i përcjell me video e përgatitur nga gazetarët e kulturës. Këtë javë shkrimtari me renome botërore Ismail Kadare ka festuar edhe ditëlindjen e 80. Kadare është i përkthyer në 45 gjuhë, vazhdon të lexohet nga miliona lexues e admirues anëmban botës. Nga showbizi, lajmi më i lezuar për këtë javë është publikimi i balades më të re nga këngëtarja Ryva Kajtazi. Njëherët Ryva ka paralajmëruar shumë shpejt dhe një këngë tjetër me videoklip. Lajmi tjetër më i lezuar nga showbizi është media turke shkruajnë për Eray Strefin. Tash më flitet anë kënd për një sukses të madh të këngëtarës Eray Strefi. Media të shumta bëjnë edhe krahasimin e saj me shumë yje të tjerë botëror. Një lajm tjetër mjaft i lezuar është edhe lajmi The Washington Post, Kosova një vend që ka pasur civilizim dhe hieshi. Lajm ky i përcjell me video e përgatitur nga gazetarët e kulturës. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për juve. U munduam që t'i sjellim ngjarjet më inovative që e karakterizuan javën që e lan pas. Sot është ditë e diel, ditë pushimi. Ju jeni duke argëtuar me emisionin ton dhe me weekendin. Andaj ju ftojmë që të klikoni në faqen ton për t'u informuar më të rejat e ditës së sotme.